Edhe kur shkonte Dumani për ndasëm, na i reklamuar se po e priste dikush atje, mezi po e priste, sepse do bëhesh nami. Madje shikoja edhe gazetarën për studio që thoshte do të tronditet themelet e parlamentit, do bëhet nami. Ndërkohë ne po bëjmë vite që ne kemi parë këto se sa nami është bërë. Janë bërë me udhëzime politike nga kryeministri, janë lëshuar ato element që ai ka dashur. Pra, u arrestua Erion Veliaj, u arrestua Ilir Beqaj dhe ka ngelur këtu në vend numëror. Të gjithë të tjerët për mendimin tim janë ushtarë të dorës së dytë të Edi Ramës. Këta ndoshta ikse kundërshtarë në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe Arben Ahmetajn që e goditi vetëm për faktin se sipas informacioneve që Rama kishte, ai kishte shitur dosjen e incineratorëve diku tjetër në palën kundërshtare politike. Pra unë e shoh një dështim të radhës të këtij takimi, ose më saktë mund të jetë në një takim i nivelit të dytë që mundohet që të prodhohen lajme me demek do bë nami në Shqipëri. Por rasti Balluku për shembull nuk e cilëson si një iniciativë le të themi të mirë të spagut, por që politika nuk do që të bëhet kjo punë mirë. Me në një pjesë ambasada amerikane, me qenë se këto amerikanë, si thot Karanja, e duan shumë Shqipërinë. Reagojnë në ambasada amerikane, pse nuk vojë që imuniteti Balluku. Mos është ky reagimi që marrin krerët e SPAK dhe udhëzojnë. Sepse ndërkombëtarët, ata që thot Karanja, ndërkombëtarët janë sa të korruptuar për vete që vinë në Shqipëri, marrin atë 36.000 euro pag, edhe disinformojnë në vendet ku ata janë. Kështu që nuk mund të flasim ne për ndërkombëtar. Ne këtu kemi një madje është për tu më vjen edhe për të qeshur tashmë, mbani mend besoj që u dekorua dhe Dumani si një heroi i luftës ndaj korrupsionit. Po, ka qenë Antony Blinken që i dorëzoi çmim. Edhe nëse ne do t'i shikojmë ata personazhe që ishin që fitoi Dumani, ishin vende që janë nuk mund të krahasosh me Shqipërinë, janë shumë herë më keq se Shqipëria. Dhe të lobohet në farë forme me disa vende që as nuk e dim që ekzistojnë dhe që kriminaliteti organizohet dhe nga vetë Departamenti i Shtetit Amerikan, si Kuba e disa vende tjera që ne e dim historikisht që është vend që intereson dhe Amerikës të jetë në atë lloj niveli, sepse kur pati konflikte me Venezuelën, vajtë në morën presidentin brenda 2 orëve. Kështu që intereson. Pra Shqipëria është një vend i cili nuk mundet të luftohet pa drejtësia, apo krimi, apo korrupsioni me propagandë, se vajtën disa prokurorë në Amerikë, apo vajtën disa agent BKE në Amerikë, po luftohet me punë, luftohet me drejtësi, me vullnet. A duhet ta dashurosh atë profesion, do të jesh dhe human atje ku një person ka bërë gabim dhe duhet ta ndash dhe gabimin nga faji. Gjë që kjo nuk ekziston atë prokuri, dhe unë tek ajo prokuri dhe tek ajo gjykat nuk kam asnjë lloj bindje që realizon drejtësi. Sepse rasti Balluku është skandal, po pse nuk u lëshua Balluku? Pse nuk arrestua Balluku? Pse e favorizoi prokuroria posaçme Ballukun? E favorizoi sepse e favorizoi, normal e favorizoi, sepse ata e dinin shumë mirë që pezullimi nga detyra ishte një veprim i nxituar nga ana e tyre, një veprim që nuk arrinte rezultat dhe brenda muajit kërkuan arrest. Pse e duhet ta kërkonin? Sepse ata donin që me patjetër të krijohesh një mburoj nga parlamenti, nga Rama e tjerë, sepse dolën provat në shesh, dolën provat në dritë, mori vesh se çfarë veprimesh ka bërë Rama dhe nuk e tua më tej, sepse Rama u paralajmërua, e mori dosjen gjithë Rama, e çuan këta. Shikohet se ka dalë komunikime një biznesmen i ka thënë Ramës dhe Rama i ka thënë Belindës se do një pallat apo do një leje. Dhe kjo për mendimin tim është e rëndë, se nuk mund të luftohet krimi në këtë lloj forme, kur në krye të institucioneve shtetërore, në krye të AZT-s, a di kush është krye të AZT-s? Krye të AZT-s është një shtetase e cila aktualisht i ka 2 vëllezër të arrestuar si antar të bandës Suelçela. Janë burgat asot. Ajo është drejton institucioni më të rëndësishëm të lejeve zhvillimore, sa leje që u dogje i pallat. Edhe kush do ta thrasë Klod Brau që ka ka hyrjen tek ai pallati, por nuk e thret. Nuk e thret. Kështu kjo është drejtësia. Jo Amerika të thrasë këta, po duhet ta kenë ndërgjegje, duhet ta dashurojnë profesionin që bëjnë. Sepse vetëm nëse një punë bëhet me pasion, me dashuri, edhe ajo drejtësi që pretendohet në atë godin, vetëm atëherë ne do t'i shikojmë si heronj, pse nuk duam ne një prokuror të ndershëm të drejtë. Ka edhe gjyqtar dhe prokuror të ndershëm, ka edhe human.
Po këtu, në këtë zë vajtën 3 prokurorë në Amerikë, nami në Shqipëri. Është të turpshme dhe që i krijohet një vëmendje kaq e madhe këtij rasti. Vajti nuk e di, në fundin e... Më të ndërpres vetëm një moment të lutem, e di përse... Jo, do të sqaroj të diçka. Në fundin e mandatit të zotit Dumani, doli lajmi që Dumani po e thrasin mediat, kanë thërret Departamenti i Shtetit. Ai kishte vajt për dasëm, se nxorë mediat prapë mbrapa. Që kanë një dasëm atje dhe unë u reklamuan ndryshe, po pse kështu do funksionojmë ne? Nuk funksionon drejtësia në këtë formë. E di si është, domethënë ideja kur ne i diskutojmë këtë çështje dhe këta të tillë domethënë duke qenë se janë 3 krejt shkojnë le të themi në një takim zyrtar siç është Departamenti Amerikan i Shtetit që i pret atje dhe duke marrë në konsiderat që reforma në drejtësi u mbështet nga amerikanët, kryesisht ishin ata të cilët sollën një grup që flisnin shqip këtu në ambasadë për ta promovuar të gjithë këtë histori dhe mendohet dhe perceptohet që sigurisht Amerika shihet si shpëtimi i gjithë kësaj historie. Nëse ata flasin, nëse ata kanë shqetësim për një dosje, duke sigur ata japin zgjidhje situatës. Po nuk i intereson as i dosja atyre. As një dosje ata po ta donin Shqipërinë, Shqipëria nuk kishte nevojë për një reformë kaq të madhe. Sepse reforma çfarë që vetvete, që grabitje në mënyrë të drejtë për drejtë nga ata ndërkombëtar që na erdhën na i dhanë atë lloj informacioni që ne do bëjmë reformë. Ata e grabitën fondet. Ju besoj Trumpi gjën e parë që bëri kur erdhi në pushtet pezulloi dhe kontrolloi fondet e ardhura në Shqipëri. Po kush do ta bëj reformën? Bashortja Çuçit që mori miliarda, ç'a bëri, ç'a këshillë dha ajo për reformën drejtësi. Kush, apo Pamela Qirko, ajo do ta bëj reformë, po dihet pra që kur futet politika në mes, motra Ballukut që të drejtojë reformë, nuk ka më reformë, ka kapje politike. Dhe në rasti konkret, Spaku është vetëm një kapje politike, asgjë tjetër. Nuk mundet, ne këtu kemi parë, a e di se ne shikojmë njerëzit, janë shumë njerëz kot në përburgje, na e prokuroria posaçme që nxjerr 50 masa arresti, që nuk kanë lidhje fare me veprat penale. Thjesht mund të kenë bërë një gabim, edhe janë në burg. Pse? Kjo është drejtësia. Bedhe çfarë? Ana shkalohen në rastet më flagrante. A mund të lihesh Ballukut, dolën gjithë mbrojtët. Po a mund të lihen edhe shumë elementë të tjerë si Balluku? Rama, pse nuk është pyetur për ato urdhra që ka dhënë Belinda Ballukut, i ka thënë jepi leje te 15 kaç, jepi leje këtej andej. I ka kërkuar Rama të jepen ato leje, prandaj nuk u lëshua Balluku. Kështu që ne unë përmjet jush i them gjithë publikut, mos t'i haj këto skandale që publikohen nga prokuroria posaçme, sepse nuk është e vërtet që ne do kemi drejtësi, sepse siç e theksova, nuk bëhet drejtësia me propagandë, bëhet me punë. Okej. Mirë që të pyes edhe pak për një pyetje të fundit për këtë çështje, Karanxhën. Ka ndonjë shqetësim specifik në ndonjë dosje? A mund të jetë dosja Balluku një shqetësim për amerikanët në mënyrën se si e traktoi kuvendi këtë dosje? Mendoj që nuk ka, duke e nisur nga atë që thash në fillim me politikën e Shteteve të Bashkuara, ata kanë interesat e veta. Edhe është e përcaktuar në lidhje me trafikun e drogës. Çështja që dyshohet zonja Balluku është çështja që në lidhje me funksionimin e tenderëve. Nuk është se ka një interes të drejtë për drejtë. Mendoj që nuk ka lidhje. Parlamenti i Republikës së Shqipërisë vendosi që mos ja jap imunitetin. Nuk e dha. Faktet që vetë ligji parashikon procedurat, që s'ta dha imunitetin, mund t'i drejtohesh prapë kur gje provë të re, çështja po vazhdon se u pushu çështja. Më përpara ka qenë problem. Pra ka qenë si praktik. Nëse s'jepej autorizimi, çështja pushohet. Çështja është në pushohet dikur çështja Karanxha? Po. Nëse nuk jepte autorizim pushohet direkt. Nuk ke drejt ta ndjekësh penalisht, pushohet. Pra, sepse edhe fillimi i ndjekjes penale, s'kuptojmë, regjistrimin e emrit personit në regjistrin e njoftimeve të veprave penale. Pra, të regjistruar emrin je personin e tim, nuk kishe drejt pa autorizim të kuvendit. Do koshte pushohet. Dhe atëherë nuk është diskutuar, ka pas dhe rastet që deputetëve nuk ishte dhënë, nuk ka pas një problematik. Këtu bëhet fjalë vetëm për arrestin, që nuk është dhënë autorizimi për arrest, por çështja penale po vazhdon. Pra, është kufizu imuniteti, po jo hequr fare. Se hequr fare do thënë që politikanët zyrtarët e lartë të jenë njësoj si populli thjesht. Prandaj me Llangozin domethënë që pregun populli thjesht ande do ishte di vet Karanxha ku do ishte. Kështu që s'ka lidhje, nuk është trajtuar një lloj si të tjerët. Populli thjesht me këto standardet e provës që janë, që për mua janë standarde të ulta prove. Madje mund të them pa frikë që shumë ndërkombëtar
punonjës që atje në vendin e vet të origjinës marrin pafajsi po të shkojnë me këto prova e sjellin çështën në Shqipëri dhe këtu dënohen njerëzit. Këtu dënohen, pra atje nuk dënohen, kurse këtu dënohen njerëzit sepse standardi i provëshmërisë ka rarë shumë poshtë. Pra këtu, domethënë, neve shohim që nuk ka një mas për provën. Pra të kesh dëshmitar, të kesh çdo dyshimi të arsyeshëm. Thjesht ke bën një komunikim telefon, ja fole. Ti mund të kesh bërë shaka për shkakun telefon. Ke bërë një shaka në telefon. Dhe ja e ke të provuar. Ndërkohë që e pari herë që s'ka, domethënë duhet gjuhë dhe si të rasti s'kajt, duhet ta dëgjosh që të gjesh kontekstin e bisedës, burimin e provës, por standardi ka rënë dhe ne na vjen keq që është kriju ky standard. Nuk ka qenë asnjëherë kaq dobët. Madje theksoj dhe në kohën e Enver Hoxhës, kohën e diktaturës, ai sistem nuk kanë qenë këto mjete teknike, s'ka qenë kjo teknologji, ai ti gjetë dy dëshmitarë, ke sha partinë, dilshin dy vetë, qofshin ishin thoshin gjyq, ti ke sha partinë. Dhe thoshe edhe dënoshe për nenin 55. Po të panin kishe dy dëshmitarë. Sot standardi i provëshmërisë sot është i frikshëm. Pra me këtë lloj standardi, po të mos kishte qenë imuniteti, ballu sot ishte në burg. Ka një gjë për shembull që mua realisht kjo më shqetëson, se unë përpiqem. Jo, mua më shqetëson qëndrimi Karamzës sepse thotë që Belinda s'ka prova. Ja, nuk thash për provat, nuk thash, unë prove kam i diçka që unë nuk i provave, po them standardi. Pra, kishte qenë, mos kishte pas imunitet, do ikte në burg sot, me këtë thash, nuk ka. Jo, mua më do më shqetësonte një gjë në gjithë histori kur Karamza flet për standardin e provave që dikush i ka bërë transport të qenieve njerëzore, po marrim rastin nga Korça dhe ka çuar deri në Shkodër dhe i kanë kapur të i fusin grupi strukturuar kriminal. Dhe dy çuna xhajesh atje kanë dhe teatri njëri prej tyre, i bën grupi strukturuar kriminal me ja 30 rrënjë për shembull atje. Ne kjo është grupi strukturuar kriminal në kuadër të veprimtarisë kriminale. Tashi, hajde ta gjejmë të tani se ç'është kjo akuzë kur kjo është problemi, në prokurorin e posaçme punohet vetëm për statistika dhe nuk i intereson njeriu ka prova, s'ka prova, çfarë prova ka, ata thonë jemi ne, do vendosim ne, do bëjmë ne çfarë do duam. Edhe kjo është e rëndë, sepse kanë gjetur edhe disa gjyqtarë aty, të cilët noterizojnë ato përgjimet Sky të marra nga mënyrë jo formale nga prokuroria e posaçme. Madomendja që i shkruajnë oficerët vetë. Pra, oficerët shkruajnë ato transkriptet aty dhe ti çojnë cilësinë e provës. Dhe ti s'ke fuqi ti kundërshtosh ose s'ke mënyrë sepse s'ke gjyqtar. Se të kishe një gjyqtar me integritet në gjykatën e posaçme, do të shikojë që s'do kishte prova më në dosje. Kështu që kur noterizojnë njëri tjetrin dhe kur e shikon një qytetar që marrësh dënimit është 20 vjet dhe kur shikon një gjyqtar që ai do noterizojë provat, atëherë do pranojë gjykimin e shkurtuar, nuk do kundërshton as provat më. Pavarësisht se gjykata i ka vetë detyrë ti shikoj përdorshmërinë, pa përdorshmërinë apo edhe pavlefshmërinë. Po kush ke parë një konstatim pavlefshëm absolut bën ai gjyqtar i Republikës së Shqipërisë asnjëri. Nuk i bën sepse s'u intereson. Mbroj njëri tjetrin. Dhe atë që unë e kam thënë gjithmonë, prokurorë e gjyqtarë janë bërë bashkë si një band në sistemin e drejtësisë që janë kundër qytetarit, kundër drejtësisë. Dhe unë mendoj që një ditë të gjitha këto vendimarrje abuzive do t'i bjerin kokës, sepse duhet që për çdo lloj vendimarrje që i shfuqizohet një gjyqtari do të ketë përgjegjësi. Po kush do t'i japë këtë përgjegjësi? Artur Metani që flet gjumë? Artur Metani po bën 7 vjet aktualisht, s'ka marrë një vetëm atë Keleta Hoxhën që u arrestuan nga prokuroria e posaçme, atë diun ta ketë çuar për mas disiplinore dhe pajtime fetau një antare të një bande kriminale në Elbasani uli 20% pagën. Pra, kaq ka bërë Artur Metani me 10 këshilltar, me qindra punonjës, ku janë rezultatet e sistemit drejtësisë, që ne e shikojmë shumë mirë. Edhe media për mendimin tim ka faj, sepse ata gazetarë që rrinë aty, që bëjnë propagandën e SPAK-ut, do të pyesin qytetarët, a janë të kënaqur nga ky sistemi i drejtësisë aktuale? Mendoj se jo. Po SPAK-u arrin deri në 70% të mbështetjes popullore në sondazh. Po, e arriti me propagandë, jo me rezultate. Po të pyesësh njerëzit që përballen me padrejtësitë e asaj prokurorie, janë uluritse. Edhe prandaj them që këtu nuk duhet bërë propagandë, duhet bërë kritik kundër padrejtësive që bëhet, se vetëm kështu bëhet drejtësia. Nuk bëhet drejtësia dalin e shikoj tha prokurori dhe prokurori ka drejtë. Ka të drejtë prokurori në çdo rast. Gjykata kontrollohet. Prandaj kanë lënë deri në gjykatën europiane të drejtësisë
të gjitha shkallët deri atëherë një person ka premisa për tu quajtur pafaq. Ne e qartë. Mirë, të ndalim se un kam përshtypjen dhe ju Langozi, ka një gjë për shembull në komunikimin që bëjmë me ju në emision, unë vlerësoj shumë mënyrën se si ju keni qasjen kritikës bashku me Karanxhën dhe qytetarët duhet ta kuptojnë që askush për ju dyve dhe këtë marr përsipër ta themun që nuk keni asgjë personale me askënd që përmendni, por thjesht keni një lloj kritike pozitiviste ndaj sistemit për ta çuar atë drejt një për ta çuar drejt një standardi le të themi që do përshtatej me të drejtat e qytetarit thjesht. Lidhe me këtë dhe diçka shkurt. Orën tonë ndërkombëtar. Nuk e shohin hallet e popullit shqiptar. Nuk e shohin që s'ka drejtësi më. S'ka më, nuk po marrin njerëzit më drejtësi. Nëse më përpara për 2 vjet marroshin gjyqet, sot janë vite. Po ende shqiptarët s'po marrin drejtësi. Pra kjo nuk del me asnjë raport. Dhe çka na vën dyshim që ndërkombëtarët po justifikojnë paratë e tyre që kanë marrë. Marrin nga 35.000 euro në muj rrog këtu. Dhe nuk si ta justifikojnë Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe çfarë bëjnë? Bëjnë raporte falso, gënjejnë, mashtrojnë. Ata gënjejnë për gjendjen reale të drejtësisë në Shqipëri. Sot që po flet të vërtetën, janë disa kongresmen republikan amerikan, të cilët në Kongresin Amerikan kanë thënë qartë, Shqipëria shkatru sistemi drejtësisë. Kurse këta ndërkombëtar, cilët kanë marrë rrogat, këta mundohen ta justifikojnë. Në asnjë raport Bashkimit Evropian nuk del shkatrimi i sistemit të drejtësisë, që qytetarët s'po marrin më drejtësi. Me asnjë raport dhe qëllimisht bëhet devijohet tek Spaku. Për mua nuk shoh një problem të madh te rasti Belinda Ballukut. Është çështja, nuk u lejua arresti, por çështja po ecën. Po gjyqjet e shqiptarëve të tjerë, pse nuk dalin këto? Ato e devijojnë qëllimisht vëmendjen në mënyrë që e ka fajin qeveria që nuk i dha imunitetin. Po mirë ti hetohet, çohet çështën në gjyq, ndryshoj akuzën, çohet. Çfarë problemi ka? Po qytetarët që s'po kanë drejtësi, po gjykata e apelit që nuk funksionon. Ju jeni në dieni që edhe sekretari i shoqatës media dhe drejtësi ka marrë një përgjigje nga gjykata e apelit që nuk funksionon gjykata e apelit. Gjyqtarët kanë nga 1700 dosje në dorë. 1700 si mund të zgjidhen? Pra dalin te raporti, pra tregojnë që ndërkombëtarët nuk kanë hall sistemin e drejtësisë, nuk kanë hall hallet e popullit shqiptar. Por halli i tyre është justifikimi i parave që kanë marrë rrogave. 35.000 euro në muj marrin. I marrin i fusin në xhep për 10 vjet. Bëjë llogarin 35.000 euro, 10 muaj i bi 350.000 euro, 400, për 10 vjet, një ndërkombëtar ka marrë 4 milion euro i ka fut në xhep. 4 milion euro për 10 vjet. Sikur dhe me drogë të merresh, nuk i bë këto para. Dhe ata janë të detyruar të justifikojnë. Dhe çfarë thonë? Nuk është dhënë autorizimi, ky është problem. Nuk është ai problemi. Problemi është se kanë shkatruar këta ndërkombëtar sistemin e drejtësisë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe ne kemi detyrimin para qytetarëve shqiptar t'i themi, pse është shkatruar sistemi i drejtësisë? Pse u mashtru populli shqiptar? Se jemi të mashtruar. Sot s'bo do t'i gjyq. Si ta marrësh një gjyq? Një ndarje shko 5 vjet. Edhe tash vjen këtu dhe na mashtrojnë. Pra, edhe mediat, po thuan që s'ndash dot as nga gruaja. Po s'ndash dot as nga gruaja dhe s'ke ku të shkosh. S'ke ku të shkosh, sepse gjykatën ja kanë larguar qytetarët dhe me shqiptarët ta potallen. Potallen atë. Potallen nuk ka pyet asnjë nga ndërkombëtarët për hallet e shqiptarëve, por gjithçka shohin politikat e veta, xhepat e vet, që t'i mushin xhepat sa më shumë. Por kjo është një gabim, këta duhet të bëhet analiza, të dihet pse është shkatruar sistemi, kanë shkatruar sistemin e drejtësisë. Dhe unë e quaj të qëllimshëm devijimi i vëmendjes dhe ta çosh këtu. Duhet marrin përgjegjësitë dhe çfarë bën? Dhe përgjegjësia duhet përgjegjësi politike. E shkatrove po. Merru me godinat e reja tash, bëhen godinat e reja, transporti i qytetarëve që të kenë gjyq, të kenë akses në drejtësi, lejnë gjyqjet të jenë 5 muaj. Pse? Shkatrove sistemin e drejtësisë. E mashtrove. Pra, kongresmeni amerikan, republikan thatë të vërtetën, të merremi me Shqipërinë se është shkatruar sistemi i drejtësisë. Pra, këto janë zëra të shkëputur, po duhet zëri medias që ta ngrejë këto probleme. Media duhet shkojnë te gjykata e apelit. Ti shofi bodrumet që janë mush me dosje plot dhe qytetarët që vuajnë. Sepse drejtësia nuk është Spaku. Spaku është 2% e çështjeve. Por këta LBT të dali lana aty tek po dali lana ikën dosjet. Ndërkohë edhe nga pikpamja praktike, këto për mua kanë bërë një mashtrim shumë të madh popullit shqiptar. Dhe po vazhdojnë me këtë mashtrim. Domethënë
po mashtrojnë me teorinë, mos e shikoni gotën gjysmë bosh, pse mos shif vetëm pjesën bosh, por shif plot. Unë s'po shoh plot fare.